Mirë dita miq të YouTube-it. Sot do t'ju prezantoj të mësimi dytë se si mund të bëjmë këtë lulen e vogël. Herën e parë mësuam si bëhesh ky kordoni ose ky zinxhiri. Tani do mësoj se si bëhet kjo lulja e vogël dhe harku. Lulja e vogël edhe harku. Këto majat këtu mund t'i bëni të vogla, mund t'i bëni të mëdha, vjen ajo është mas dëshirës tuaj. Atëre filloj me lulen e vogël. E përdrejmë si që e patë dhe në fillim këtu e gishti, këtu, këtu, edhe e kapim. Një, si që është në fillim, gjithmonë, 2, sepse mban të lidhur këtë. E ndajmë këtë. Dhe tani do bëjmë 10 mbushje kur fillon, o 10 ose 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I bëm 10 edhe tërheqim me gishtu që ta shtrëngojmë. Tani do bëjmë këtë lulen e vogël këtu. Këto. Atëre, kjo bëhet kështu, e futim nga poshtë edhe e mbajmë kështu me dorë, nuk e tërheqim deri në fund. E lidhim këtu edhe tërhiqet. Tani do bëjmë 4 mbushje. 1, 2, 3, 4. Kjo që lidhet nuk quhet. Prap me dorë. E tërheqim prap kështu. 4 mbushje. 1, 2, 3, 4. Prap do bëjmë një lule të vogël. E mbajmë me dorë. E lidhim e tërheqim prap tu lart. 1, 2, 3, 4, 4. E tërheqim kështu me dorë. U bën 3. Zakonisht te kjo lulja vogël bëhen 5. Thumba të vegjël, si themi. E mbaj me dorë. E aproj prapë kështu. 1, 2, 3, 4. Kemi dhe një për të bërë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sepse është e fundit. Si në fillim dhe mbarim, bëhen me nga 10 mbushje. Bëhen 5 lule. Andaj shërgojmë qik me dorë. Kështu. Edhe tërheqim të fjetë që kemi lidhur tek gishti. E shtrëngojmë të kështu. Edhe ja, është lulja e vogël. Kush i pëlqen, se si punoj suvajkën ose punimet me grep, të bëj koment në kanalin tim, të nënshkruhet dhe të pyesi për gjërat se sa kushtojnë vathët, si që dhe këto këtu. Janë disë modele vathësh. Unë i falenderoj shumë që ju ndihni kanalin tim të YouTube-it. Tani, do bëjmë këtë harkun. Të harkun këtu lartë. Ani e mbaruam këtë neve, e tërhoqëm dhe këtë kështu, edhe këtë lulen e kthejmë në këtë pozicion kështu. Edhe tani prap do bëjmë 10 mbushje. Tani do bëjmë prap 10 mbushje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. U bën 10. Tani do bëjmë prap nga këto lulet e vogla ose nga këto thumbat. Edhe këtu zakonisht bën 5 thumba. Ose varet pastaj nga modeli si është, por si fillim, si ta mësoni juve, do ta mbani kështu me dorë. 1. Edhe të heqim kështu. 1, 2, 3, 4. E mbajmë prap me dorë. 1, 2, 3, 4. Edhe të heqim prap kështu. Prap do ta mbajmë me dorë. 1, 2, 3, 4. Edhe në qoftë se nuk I bëni dot drejt këto, mund t'i mbani dhe me dorë kështu për shembull. E mbani kështu. E mbani me dorë, e të rritni këtu dhe e barazoni me dorë. Se është dhe çike vështirë t'i bësh në fillim për gjërat. 1, 2, 3, 4. Se ju thash në fillim që suvajka është e vështirë. 4, e do bëjmë dhe 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, do bëjmë 10 sepse është mbarimi. 9, 10. Edhe tani e prekim dhe këtë kështu. Pastaj e kthejmë kështu prap. Dhe pastaj vazhdojmë prap kjo lulja. E bëjmë dyshe këtu. Dhe bëjmë prap 2, 1, 2. Për ta shtrënguar këtë. Tani do bëjmë prap 10 mbushje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do bëjmë një thumb. 1, 2, 3, 4, 4. E të heqim kështu. Tani bëhet lidhja. Një liret bosht, një kapet. Një bosht, një kapet. Çdo har ka në një. Edhe tash e kapim me anë të grepit. Këtu. Me anë të grepit, se më ka qelluar dhe që kënyja këtu. E fusim këtu. Edhe e kapim këtu. E kjo që nëzorëm. Më ka qelluar që kënyja këtu dhe nuk më futet kjo. Fare.